Zëvendës kryeministri Arben Fetai për Alsat thekson se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili dje kaloi në qeveri, do të prodhojë një sër efektesh juridike të ligjeve të tjera me qëllim që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat të zbatohet edhe në organet e sigurisë, ku balancuesi i shfuqizuar nuk e ka parashikuar. Parashihet që do kemi një inventar i cili do bëhet në kuadër të trupit koordinues të gjitha ligjeve që prekin fushën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Po, ky vlen për të gjithë kornizën tonë ligjore si vend. Edhe në organet e sigurisë? Po, e thash po, të gjitha ligjet duhet të harmonizohen me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në një afat prej 6 muajsh. Fillimisht bëhet pasqyra e gjitha ligjeve që prekin çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe pastaj në kuadër të trupit koordinues do përgatiten, do propozohen amandamentimet e ligjeve që shkelin përfaqësimin e drejtë dhe adekuat apo nuk e përfillin, siç ka qenë deri më tani. Sa i përket çështjes së sanksioneve për shkelësit eventual, Fetai thekson që nuk kemi përvojë të mirë sa i përket mosrespektimit të gjuhës shqipe, edhe pse ligji parashikon sanksione. Garantues për zbatimin e këtij ligji do të jetë qeveria, si institucion më i fuqishëm, theksoi Fetai. Shumë më rëndësi është të ketë kontroll të qartë politik, të ketë mekanizma zbatimi dhe enforcement, që i thojnë në gjuhën angleze, zbatimi në gjuhën tonë, nuk ka fjalë tjetër, se sa të denojnë. E di, me ligjin për gjuhët, praktika ka treguar dhe ka dëshmuar që mekanizmi i dënimit nuk ka sjellur asnjë rezultat, madje nuk është zbatuar fare. Pra kemi qasje totalisht ndryshe, qasje që është evropiane, që është në përputhje me kushtetutën dhe në përputhje edhe me parimet e marrëveshjes kornisë së Ohrit, dhe kjo është ideja e këtij ligji. Qeveria, përmes këtij trupi koordinues, do jetë organi që e bartë zbatimin e ligjit, nuk ka institucion më të fuqishëm i cili mund të garantoj për suksesin e zbatimit të këtij ligji. Fetai tha që për dallim prej balancuesit do të minimizohet keqpërdorimi i deklarimit të rrejshëm, pasi që institucionet do të marrin për bazë letërnjoftimin dhe do të kryqëzojnë të dhënat nga dokumentet e tjera. Për kritikat e BDI-s se ligji nuk parashikon kalkulator për punësimet e komuniteteve, Fetai përgjigjet. Po kalkulatorin ta vetë kërkon që të hiqet. Tash është e njëjta BDI që thoshte sa ishte në pushtet që kalkulatori, balancieri duhet të hiqet. E tha, bardhëzi kemi mendimet e ministrave këtyre, bardhëzi kemi draftin e strategjisë për reformën e administratës publike, po ata nuk janë serioz, bin kundërshtim me atë që e kanë thënë para një viti, dhe BDI-ja në opozit tash del kundër BDI-s në pushtet që është rast për psikanalizëm më tepër se rast për debat politik apo për këtë format ku jemi këtu.